Për gjatë javëve të fundit, një sër incidentesh duke përfshirë akte sabotazhi kanë përfshirë mbar Europën. Vetëm disa ditë më parë, një shpërthim në një shinë treni në një linjë e cila kalonte nga Varshava drejt Lublinit, një linjë kjo e përdorur gjithashtu për dërguar ndihmë ushtarake në Ukrainë, por edhe lider perëndimor alarmoi Varshavën zyrtare, e cila bëri që të mbyllte konsullatën e fundit ruse brenda territorit të saj. Vetëm disa javë më parë, dronët e Rusisë u panë në të gjithë Europën në objektiva strategjike, duke përfshirë këtu aeroportet, bazat rëndësishme ushtarake, por gjithashtu edhe në zona ku jetonin civil. Së fundmi, në sulmin më të fundit të kryer ndaj Ukrainës, të paktën disa dronë, mbi 8 dronë kanë qenë, të cilët kanë kaluar në hapësirën ajrore të NATO-s, të Aleancës Veriatlantike, duke përfshirë këtu Rumaninë, por gjithashtu edhe Poloninë. Kjo e fundit thotë se jemi në epokën para luftës dhe se gjithçka po bëhet gati tashmë. Çfarë po ndodh me Europën, e cila nuk reagon dhe përballë këtij fakti, duke parë edhe mungesën e përparimit Ukrainës për të rimarrë territor, por humbjen e përditshme, është ky një sinjal se Europa është e papërgatitur për të pritur pikërisht atë që unë e quajta ndoshta me ironi ujkun tek dera, duke ju referuar edhe Rusisë. Zoti Çika, jo një reagim i Europës, por jo edhe një reagim i NATO-s. Çfarë po ndodh me perëndimin? Pse është kaq e vështirë ti kundërpërgjigjet këtyre kërcënimeve? Shikoni, kjo do një analizë në radhë të parë shumë të thellë. Pse nuk reagon, ju pyesni pse nuk reagon perëndimi. Perëndimi reagon me kapacitetet dhe mundësitë që ka në radhë të parë. E dyta, nuk mund të flitet se këto droni janë të Rusisë, pala tjetër thot nuk janë të Rusisë, po janë provokacione. Ngrihet për shembull një nga tezat që do thoshja unë ishte apo ndoshta edhe skup, po ndoshta edhe e vërtet. Pagesat të cilat ka pretenduar Rusia se është bërë kundrejt një pilotit të saj për rëmbimin e një avioni dhe i goditjet në një baze në Rumani të NATO-s, që është më e madhja. Çfarë do silte dhe çfarë për shkallëzimi? Pra, që të dyja palët janë, do thoshja unë, si kryesisht pjesa europiane, ashtu edhe Rusia janë në një përplasje të vazhdueshme, si retorike, si pozicionesh, ashtu edhe realisht në këto testimin, do thoshja, të kufirit dhe kufirit jo fizik, po testimit të kapacitete, të kufirit të kapaciteteve të secilës palë. Do thoshja që Rusia nga një anë gjithmonë ka shkuar në atë tentativat për të parë se deri ku mund të shkoj reagimi europian, se ku mund të shkoj reagimi i NATO-s, por sigurisht që nuk mund të kalojnë disa vija të kuqja të cilat çojnë në një përshkallëzim jashtëzakonisht shumë të madh. Qofse do kishte një reagim të drejtë për drejtë NATO-s, apo do kishte një rrëzim të, nuk po flas të dronëve, po flas për shembull të avionëve luftarak, që shpeshherë janë vlerësuar nga vendet kufitare të NATO-s me Rusinë si që kanë kaluar në hapësirat ajrore, apo edhe rastin e Anijes që ju përmendët në kufirin e Skocisë dhe të Britanisë së Madhe. Në qoftë se do kishte një kundërpërgjigje të fortë të NATO-s apo edhe të vendeve të caktuara, sigurisht që do kishte edhe një reagim jashtëzakonisht shumë të madh nga Rusia. Që të dyja palët po përpiqen të ruajnë ato që janë vijat e kuqe të njërës dhe të tjetrës, në mënyrë që të jenë në kuadrin, do thoshja unë, të një testimi të njëri tjetrit, po jo të një përshkallëzimi të rrezikshëm të dy palëve. E para kjo. E dyta, duhet parë dhe ajo që është analiza e se sa i gatshme është, ose atë që nisëm të diskutonin edhe më parë, se sa e gatshme është Europa që të përballet me kapacitetet e Rusisë. Deri më tashmë kemi patur gjatë të paktën këtyre 4 viteve, thuajse 4 viteve të luftës, kemi patur qëndrime të Europës dhe në tërësi të aleatëve europian, duke e karakterizuar Rusinë si një fuqi të dobët, por nga ana tjetër po përgatitemi pra ka një disbalans të qëndrimeve të tyre, nga ana tjetër por përgatiten fuqishëm për përballjen me një Rusi e cila shpeshherë nga analistët e vet ose nga analistët europian ushtarak konsiderohet si një fuqi e cila mund të përparojë shumë shpejt në territorin europian. Pra cila qëndron nga këto dy qëndrime, do thoshja unë thuajse të përhershme nga zyrtarët europian. Fakti është që kapacitetet e Rusisë nuk duhen parë në atë që është mundi të përparoj apo nuk mundi të përparoj në territor në Ukrainë, sepse edhe vetë situata atje nuk është se Rusia po përballet vetëm me
ushtrinë e Ukrainës, po përballet me kapacitete jashtëzakonisht shumë të mëdha, mbështetëse ushtarake të NATO-s aty apo edhe të vendeve të tjera. Kjo nuk duhet analizuar nga ekspertët e sigurisë europian, kryesisht për të parë se si do jetë në të ardhmen. Është e vërtet ajo që tha Ledioni para se të bënim pushimin. Marrëveshja është një marrëveshje e cila deri më tani është e gjerë. Konsiderohet 28 pika janë shumë dhe konsiderohet si shumë e gjerë për të diskutuar, e cila mund të marrë dhe kohë për të diskutuar dhe mund të selli edhe, sigurisht do selli dhe ndryshime brenda në përbërjen apo në tekstin e saj apo edhe pikat e saj. Kështu që është një puzzle i cili për një periudhë do kërkoj një periudhë të gjatë diskutimi midis palëve dhe është një periudhë në të cilën forcat do ripozicionohen. I nuk po flas për ato të Ukrainës, po flas për ato që janë forcat apo fuqia europiane edhe me atë të Rusisë. Roli i rëndësishëm këtu është i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa çka se ka një tërheqje ose duket se ka një tërheqje të thuajse të një muaj ose 2 muajsh nga qëndrimi që ka të presidentit amerikan, jam i bindur që në hije ka patur dhe ka qëndrime të forta të saj, presione kundrejt palëve, si kundrejt Rusisë, ashtu edhe kundrejt vëndeve ose aleatëve kryesore europiane. Do shoja edhe diçka tjetër. Në këndvështrimin amerikan nuk është vetëm çështja e fuqisë, nuk është vetëm çështja e sigurisë. Ukraina sigurisht që është një çështje periferike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këndvështrimin e presidentit amerikan është business as usual. Kështu që aspekti i ekonomik dominon, do thoshja unë, më shumë se çdo aspekt tjetër për logjikën dhe për mënyrën e funksionimit apo edhe e këndvështrimin realist të presidentit amerikan në lidhje me konfliktin në fjalë. Po edhe më tej, nëse do më falni një sekond, në qoftë se do ketë një arritje të marrëveshjes, nëse do ketë një arritje të tillë, flitet për një këndvështrim shumë të gjerë të politikës amerikane, e cila nuk lidhet vetëm me konfliktin në fjalë, por lidhet edhe me ato të cilat janë marrëdhëniet e Rusisë me Kinën më pas apo edhe me vendet e tjera, të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shikojnë si kundërshtarët kryesor. Nuk shihet në politikën amerikane Rusia ai që është kundërshtari kryesor i saj. Kina është kundërshtari kryesor. Ka probleme të tjera Amerika. Kështu që në mos probleme të tjera, këndvështrimi në lidhje me kush është rreziku dhe kush është kundërshtari numër 1 nuk është Rusia, është Kina. Ledion, duhet të kthehemi tek analiza që sapo bërën pjesë të parë. Po flasim për të gjithë situatën e sigurisë në Europë dhe unë thash jo pa qëllim ujku tek dera. Europianët janë të qartë tashmë se gjithçka në Ukrainë po avancon me ritme të shpejta. Njëkohësisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi ti më thej që Rusia nuk do të pranojë një marrëveshje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë që është koha tani që komandën kryesore të NATO-s për Europën ta mbajë Gjermania. Kush janë shanset që ndoshta pas Ukrainës kjo luftë të përhapet në Europë, duke ditur të gjithë elementet e saj dhe mbi të gjitha, a është koha kur Amerika po thotë unë ika dhe bëni çfarë të doni? Unë mendoj që Europa për momentin nuk është as në luftë, po nuk është as në paqe, pra është diku midis luftës dhe paqes për momentin. Rusia po mundohet me gjitha të krijojë kaos, të krijojë çoroditje tek vendet evropiane, po të testojë sigurisht, por nuk besoj se disa dronë mund të testojnë vërtet se sa është kapaciteti i vendeve evropiane, pra nuk se ka ndonjë qëllim për të filluar luftën Poloni apo Rumani pas një viti apo pas disa kohësh. Fakti është që nëse shohim të dhënat, le të themi, ushtarake pjesë evropiane dhe Rusisë, ka një hendek shumë të madh për momentin. Sidomos në vende si Gjermania, Italia, Franca, Polonia e tjerë, nuk kanë kapacitet që ka Rusia nga ana tjetër, qoftë në numër ushtarësh, qoftë në kapacitetet ushtarake ajrore, forcave toksore kështu me radhë, dhe aq më tepër gjëja e madhe që i mungon Evropës është që Rusia ka dhe Ukraina e ka, është eksperienca e luftës. Eksperienca e luftës është diçka jashtëzakonshme. Që gjë që një ushtri duhet punë shumë e madhe ta marrësh këtë lloj eksperiencë, sidomos ta marrësh në mënyrën se si po e merr Rusia. Unë mendoj që sot në Evropë nuk ka asnjë shtet dhe asnjë ushtri që mund të bëjë atë luftë që bën Ukraina.
Pra Ukraina është praktikisht përveç Rusisë është ushtria më e fortë sot në Europë. Asnjë popull tjetër, as gjerman, as francez, as italianët, as spanjollët, as britanikët nuk mund ta bëjnë atë lloj lufte që është duke bërë Ukraina. Dhe niveli i luftës që bëhet në Ukrainë është maramendës për pjesën tjetër të Europës. Unë kam parë që po studiohet me vëmendje nga thuajse të gjithë krerët ushtarak të Europës çdo detaj i luftës në Ukrainë, sepse intensiteti është gjigant në radhë parë. E dyta, numri i ushtarëve të vrarë është gjigant. Dhe unë kam përshtypjen që asnjë popull evropian sot, as gjerman, as francez nuk do pranonin 5.000 apo 7.000 ushtarë të vrarë në muaj, që do i bie rreth 70.000 apo 80.000 francez apo gjerman apo italian të vrarë në vit, që është e pamundur të ndodhë ta pranojë një popull evropian diçka të tillë sot. Dhe po studiohet me vëmendje çfarë është duke ndodhur në Ukrainë dhe ajo që po kuptojnë për momentin pjesët e Evropës është që nuk janë të përgatitur për një luftë me një intensitet kaq gjigant sa ajo që është duke ndodhur në Ukrainë. Pra Ukraina praktikisht sot është diga për gjithë pjesën tjetër të Evropës. Dhe nëse diga çahet, sigurisht unë nuk mendoj që Rusia ka për qëllim të shkojë të pushtojë Poloninë apo të pushtojë Rumaninë. Ukraina është një çështje shumë e veçantë në lidhje me Rusinë. Qëllimi i Rusisë mund të ishte një përpjekje për të shpërbërë NATO-n ose për të shpërbërë Bashkimin Evropian, por kjo sigurisht nuk është në dorën e Rusisë, ka mënyra shumë ndryshe si mund të bëhet ose mund të bëhet diçka e tillë. Unë mendoj që amerikanët dal nga dalë se mos kjo administratë do fillojë të rriqet nga Evropa. Në vitet në vazhdim, 4 vjet në vazhdim që sa të jetë Donald Trump, do shohim që do ketë disa mijëra të tjerë ushtarë amerikanë që do largohen nga Europa dhe sigurisht që mund të lihet në dorë Gjermanisë, mund të lihet në dorë Francës nga ana tjetër. Në letër përtej Ukrainës dhe Rusisë, Franca ka kapacitet më të mëdha ushtarake për momentin në Europë. Ka aftësinë dhe për të prodhuar shumë armatime të cilat pjesa tjetër e Europës nuk mund të prodhojë. Por Gjermanisë unë mendoj që do i duhen minimumi 7, 8, ndoshta 10 vjet për të përpjekur për të mbyllur këtë hendek kaq të madh që ka me Rusinë. Mund t'ja vetëm një shifër, Gjermania ka rreth 200 ose më pak se 200 avion luftarak për momentin. Jo të gjithë janë në nivelin më të mirë të mundshëm. Rusia nga ana tjetër ka rreth 1200. Pra bet fjalë për 1000 avion ushtarak më shumë se sa Gjermania. Mos flasim pastaj vendet balltike që s'kan asnjë ose kështu me radhë. Pra kapacitetet evropiane janë shumë të kufizuara sepse kështu kanë qenë gjatë 30 vjeteve të fundit dhe duhet këto kapacitete nuk zmadhohen se nuk rriten për 1 vit, 2 vit, 3-4 vjet. Unë pash para disa muajsh presidentin francez i cili foli për një bazë të re avionësh luftarak që mund të mbajnë raketa bërthamore për 2042. Pra për rreth gati 20 vjet më pas. Pra këto kështu funksionon pjesa armatime. Nuk mund të bësh fuqi e madhe ushtarake nga 0 në 100 si thua për një vit. Nuk ndodh. Këtë që mundohet të bëjë Gjermania, dhe aq më tepër që Evropa ka një problem tjetër shumë të madh, që ekonomitë evropiane janë në vend numero. Pra gjithë këto para si do dalin? Ekonomitë evropiane, po të shohësh Gjermaninë, Francën, Britaninë e Madhe, Italinë, përjashtim të Spanjës, janë një rritje nga 0 deri në 1%. Ka që shritja e tyre vjetore, përjashtim të Spanjës. Dhe duhet që të investosh kaq shumë në armatime, duhet që disa këto para duhet të marrësh diku. Unë po shoh çfarë betejë gjigante është duke bërë Britaninë e Madhe për moment, për të hequr paratë nga mbrojtja sociale për të çuar tek ushtria. Dhe po luftojnë për 0.1% praktikisht. Dhe këtu do më falësh vetëm një sekond. Këtu përkthehet e gjithë dhe retorika, do thoshja unë, e rrezikut nga jashtë. E të gjithë liderëve evropian pikërisht për të justifikuar këtë zhvendosje të parave nga ai që është kujdesi, do thoshja unë, të kryesisht largohen këto para, këto buxhete nga kujdesi social për t'i dhënë ushtrisë, sepse kapacitetet këto janë financiare. Do marrësh nga diku, të japësh për diçka tjetër. Në rastin konkret, do hiqen nga ato që janë shërbimi dhe politikat publike për qytetarin për t'i çuar tek ushtria. Evropa ka diçka tjetër që është çmësuar me luftën. Ashtu që janë çmësuar dhe shqiptarët. Ajo që kanë bërë Ukraina si gjatë 4 viteve, thuajse 4 vite luftë, unë kam përshtypjen që asnjë popull tjetër nuk do e bënte. Nuk e imagjinoj dot gjermanët apo italianët apo francezët të luftojnë kaq ashpër, nëse si po luftojnë ukrainësit me kaq shumë humbje që kanë ukrainësit. Kështu që Evropa ka shumë gjëra për të bërë për momentin. Dhe ka diçka tjetër që në rast të një konflikti të mundshëm, nëse Shtetet Bashkuara do doshin të hynin në konflikt, unë e shoh të pamundur që forcat amerikane në Evropë të ishin në komandën e një Gjermani. Nuk ka për të ndodhur diçka tjetër. Do jenë pa diskutim në rast konflikti do jenë nën komandën e një amerikani. Në rast se Rusia fiton luftën në Ukrainë, unë mendoj që ka vetëm një vend në cilin mund të ketë një lloj provokimi, ndoshta jo luftë fjalë madhe, provokimi janë vendet balltike. Në vendet balltike po mund të provokojë Rusia për të kuptuar sa funksionon NATO. Ky është thelbi i gjithë asaj që mund të bëjë Rusia, po jo të bëjë luftë drejt për drejt me NATO, sepse nuk ka asnjë motiv ose asnjë qëllim të pushtojë Poloninë, le të themi, Rusia, por për të kuptuar a funksionon NATO në terren. Ne nuk e dim, nuk e kemi parë ndonjëherë funksionon apo jo. Ta zëm se një ditë ushtarët rusë kalojnë kufirin në Estoni, është një lumë që ndan Narvën, Ivangrad është nga ana tjetër Rusisë, kalojnë 200 ushtarë, 300 ushtarë dhe nuk ndodh asgjë.
Kaq ishte gjithë historia e NATO-s. Kjo është ajo që kërkon të testojë në praktik Rusia. Jo të bëjë luftë me NATO, por të kuptojë nëse NATO funksionon. Nëse nuk ndodh asgjë, nuk ka rëndësi bën luftë. Besimi tek NATO bie. Përfundon. Kjo është gjithë çfarë kërkon Rusia në lidhje me NATO. Dhe mund të ketë gjithashtu edhe një përçarje. Edion Krisafi, Emilio Çika, ju falenderoj që ishit në mbrëmjen e sotme në program. Kemi mbritur kështu në fund të War Report edhe për ditën e sotme. Ju rikujtoj se abcnews.al është adresa ku mund të informoheni në kohë reale për të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi rajoni e botës, si dhe mund të na dëgjoni në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. War Report kthehet sërish mbrëmjen e nesërme. Deri atëherë, natën e mirë.